Durrësi i ka të gjitha potencialet për të ofruar turizëm të qëndrueshëm, ndaj nga viti në vit shtohet periudha e nisjes së sezonit që lidhet me detin dhe plazhin. Jemi në fillim të muajit prill dhe në plazhet e Durrësit, operatorët turistik kanë kohë që kanë nisur nga puna për të pasur gjithçka gati për sezonin e ri. Pamjet e marra nga Adrianet Televizion tregojnë se si infrastruktura jashtme, por dhe kapacitetet njerëzore po përgatiten me qëllim që me ofrimin e ditëve të ngrohta që Durrësit nuk i mungojnë gjithçka të jetë gati. Blerim Noria, një nga operatorët në fushën e shërbimeve, thotë se ky vit vjen me plotësi. Gjithë hotelet e zonës po ka filluar përgatitjet për sezonin turistik. Atëherë duke qenë se këtë vit sezoni fillon pak më herët dhe përgatitjet po fillojnë pak më herët. Duke filluar nga ky muaj, vinë turistët e parë nga Austria, të cilët kanë vendosur të vinë në Shqipëri, dhe kjo jep një nxitje të gjithë hoteleve Durrësit që të fillojnë më përpara të përgatiten për sezonin. Pra ky vit kemi një sezon më të hershëm dhe kjo është diçka pozitive për gjithë hotelet e Durrësit. Plus këtë vit kemi dhe risi që duke qenë se normalisht vit pas viti rritet cilësia e shërbimit dhe cilësia e ushqimit dhe cilësia e akomodimit në hotel, por përveç se kësaj kemi dhe një risi që shëndetore e re që po bëhet në rrugën e plazhit, e cila është një vlerë e shtuar për gjithë hotelet e zonës plazhit, që do japë një ndihmë shumë të madhe përveç se turistëve që janë të akomoduar në hotel, po dhe qytetarëve të Durrësit, të cilat do ta kenë si një shëndetore për të kaluar pasditën e tyre. Zgjatja e sezonit turistik nga maj deri në tetor dhe numri i lartë i vizitorëve që frekuentojnë strukturat e hoteleve në Durrës ka rritur ndjeshëm numrin e punonjësve në sektor. Por largimi nga puna gjatë sezonit më të ulët është një problem për operatorët turistik, pasi jo të gjithë punonjësit rikthehen në sezonin e ardhshëm dhe nevojiten trajnime të reja për punonjës të rinj. Por sipas Noria, të rinj tashmë kanë nisur që ta shohin si profesion punën në fushën e turizmit. Stafi është një problem i vazhdueshëm, të cilët shumë hotele, sidomos në zonën e Durrësit, kanë problematika shumë me plotësimin në staf, dhe disa hotele kanë zgjedhur të marrin punonjës nga jashtë, por me sa shoh ka filluar dhe pjesa e stafit krijohet një zgjidhje problematike, pasi puna në turizëm po konsiderohet si një profesion dhe të rinjt kanë më shumë dëshirë për të ardhur për të punuar në turizëm. Pra, dua të them që çdo ditë më shumë shtohen të rinj që duan të punojnë turizëm, pra në sektorin e turizmit, pasi e shohin si një profesion të ardhmes dhe profesion të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm. Ndërsa pronotimet kanë kohë që ka nisur, ajo që shpresohet është se ky sezon të ketë më shumë turistë se një vit më parë.